Andaj besimtari sa ma afër shpalljes, sa ma afër mirësisë, dijes, rahmetit, mëshirës, butësijës. Jo rasti çdo sure në Kur'an fillon me Bismillahirrahmanirrahim, në emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirblotit. Por çfarë arsye? Nga se të gjitha mësimet që vijojnë në këtë sure janë me mëshirë, janë në emër të Zotit, i cili Zot është më i mëshirshëm, është më i buti. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam në një prej mësimeve që ja ka mësuar sahabeve në mënyrë të konkretizuar, nuk u ka dhënë teori, na kanë lodh teorit, jemi lodh prej teorive, të ndërum xhamat, në teori këtë mirë jemi. Me thanë, kush i keqi kur kush se qëndorën, kush më katari kur kush se qëndorën, cili o t'i ba Allahu i gjunasë kur kush se qëndorën. Ndërkohë që nëse mendojmë se cili o i miri, kejtë e zojna vetën për aty, kejtë e zojna vetën se jena të shkelt, se unë jam ajo viktima, unë jam i miri, kur kush s'po ma di, e kështu më radhë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam mësimët i jep të praktike, jo me teori të thata, jo me filozofi, jo me gjërat të cilat nuk kanë fryt. Thot Jabir ibn Abdillah radhiyallahu an, kaluan pranë dy varrezave, konkret, kaluan pranë dy varrezave, dhe tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk e kanë ditë këto kush janë aty në varr. Ka thonë, këto di janë të dënue. Kjo konkrete të ndërum gjëmat, kë nuk ka hajgare me këta. Ka thonë, këto të ditë janë të dënue, dhe nuk janë të dënu për diçka të madhe, si pas këtyre dyve. Ato e madhe të Allahi, po këto se kanë llogarit madhe. Tha njani prej tyre, është të dënu se i ka bajt lafët e njerëzve dhe ka bo gibet. Dhe i dyti, kër e ka bo urinë, nuk është rujt, nuk është kujdes, ka në lajet të edhe min el baul. Së shëruj se ka llogarit që kjo është dëmtim, se ka llogarit që kjo është pa pastërti, e ka llogarit si kur gjo eq. Qishtë e llogaritin prot për njerëzve? Që ka llogaritin prot për njerëzve? A muslimani është i pastër. Pastaj thot Jabir ibn Abdillah, atar tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, mi sjellni di lule, mi sjellni di filiza, të cilat janë të njom, rotbe, gjallë, ende kanë lang. Dhe e thaj për gjysëm, edhe vënojti një një vorë, dhe pasaj të tjetëri vorë. Dhe tha, shpresoj që këto dy filiza do të aletojnë pak dënimin deri sa nuk thahem. Shiko të ndërum gjëmat, njeriu me gjuhën e vetë bën vepra të cilat bëjnë shkak mu dënu në vorë, cili pi neve janë në menën gjuhës vetë. Ska, thojnë atë na, ska eshna, ska kocë kjo, letë shlohet, ama vrat kocë, letë shlohet, ama vrat koci. Apo, me gjuhë njës gjithë shka e keqe, dhe me gjuhë njës gjithë shka e mirë. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka kërkuar prej besimtarit diçka ma shumë në Kur'an se sa me rujë gjuhën e vetë. Jo rastisht Allahu subhanahu wa ta'ala dhe vetëmin adhurim që e kalon pa karar, pa doz, pa vakt, e cilin e kalon? Adhurimin e gjuhës. Namazë jo 5 vakt, Gjumaja në vaktin e vetë, Ramazani në vaktin e vetë, Zeqatin në vaktin e vetë, Hajin në vaktin e vetë. Kitë veprat e kanë dozën e vetë, kohën e vetë, sasin e vetë, e kështë më radhë. Vesh një adhurim e kalon të lirë dhe ka kërku me bo shumë. Pse? Për me mujtë me mbulu që ishto t'i bën Qayyim el-Jauziyje këtë problemin tjetër. Sepse një gjuhë pa dhikër është një gjuhë me gibet. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, udhkurullahe dhikran këthira. O ju musliman, përmend në Allahun shumë. Thot Ibn Abbasi, sikur që ka transmetuar Imam Ibn Gjeriri at-Tabari në tefsirin e tina, ka thënë Ibn Abbasi, i vetmi adhurim që Zoti e kalon të lirë me bo sa të dush, është dhikri. Ti nuk mundesh me falë sabahin me thonë, mos ju qoban sabah pi fali 5 recate. Jo, dija të spars, di. Ti nuk mundesh me thonë, gjumaja e madhe vlla, gjumë dita ma e madhe, që s'pi falën a 10 po veç di. Di e kalon Zoti, di recati ka gjumaja. Apo, pse e ka caktu me dozë? A e do të lirë po, dhikrin? E pse e kalon të lirë dhikrin? Që kur të të vjene me bëho gibet me thonë subhanallah, të vjen me përmen dikan thu la ilaha illallah. Ape do me angazhu gjuhën po, angazhoje me dhikr. Thot Ibn Qayyim el-Jauziyje, ajo gjuhë e cila nuk angazhohet me përmendjen e Zotit, do të angazhohet me përmendjen e njerëzve. S'ka dijan, o kemi përmend njerëzit, o kemi përmend Zotin. Ma mirë përmend e Zotin, ma mirë përmend e Zotin. Me përmend Zotin, fiton. Me madhnu Zotin, fiton. E me i përmend njerëzit, ban gibet.
Andaj të ndërum xhamat, të mësohemi, të largohemi mëkateve të cilat ne nuk i llogaritim kur gjë. Çka tha alayhi salatu wasalam? Innahuma la yu'adhabani fi kabirin. Këta janë të dënuar për diçka të madhe në sytë e këtynve. Gibeti të na është bo sinima normal. A ka kafe pa gibet? A ka mezhlis pa gibet? A ka kuvend pa gibet? A ullën dy veta pa gibet? Allah në rujtë të gjithve ja Rabbal Alamin. Ti rujnë gjuhët tonë të ndërum gjëmat. Dhe e dyta, për shkajnë të dënu këtë dy? Edhe pësi Imam Bukhariu tash e ka kapitën dhe gibetit. Por aj tjetëri për shka u dënu të ndërum gjëmat? Sepse nuk ruhej prej urinës. Muslimani i pastër të ndërum gjëmat. Muslimani i pastër. E pas këtë do vim kapitull të veçantë për pastrimin e besimtarit. Nuk guxon muslimani mos me kanë i pastër. Muslimani apo plot për feja porzijet dhe nevojtore. Po porzijet. Porzijet dhe nevojtore. Se pi nevojtore fillon pastërtia. Pi nevojtore fillon pastërtia. Nevojtore ta gërdit gjithçka. Andaj jemi të pastër. Çka tha alayhi salatu wasalam? Kjo atu dënu, para no dënim ka marr. Se kjo punë hajgare, dënim ka marr. Pse ka marr ja Rasulullah? Çka than sa? Pse ja? Tha ky kur ka urinue Zoti u nderoft, se ka këshir a lagët, as lagët, a përlijet, as përlijet. Kitë një për këta. Muslimani zban ashtu të ndërum gjëmat. Muslimani i pastër. Një pik urine, namazi o kot. Një pik urine, namazi o kot. Ti ki falë, i e përli, me dit, pa dhjo mesele tjetër. Ama me vetë dhije, ti e ditu, që kjo a urin, ama une po falna, ti së mund është mu falë ashtu. Për këtë asyje pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na mësoi se shumë prej gjërave që në syrin ton duken të vogla, te Allahu subhanahu wa taala janë të mëdha. Dhe hadithin e radhës që e sjell Imam Buhariu për të argumentuar se gjuna i gibetit është i madh te Allahu subhanahu wa taala është hadithi Maizit, i cili kishte bëu moralitet. E pastaj kishte merituar dënimin pas shumë seancave dhe konkludimeve nga pejgamberi alayhi salatu wasallam se a ka bëu apo jo. Në fund dënohet. Një dy burra pi atyrve, kur e shohin të dënu me gurzi, thojnë: ky tradhtari, ky amorali, ky zinaqari, 100 herë ka kthi pejgamberi sa ki prap ka armu dënu këtu. Edhe pejgamberi sa mi shujti. Kani herë, teoria s'ban dobi. Thujti sa dush atina, aj bat ala ma alim se ti, aj bat ala ma hoq se ti, ala ma i dishim se ti. Qka boni besam? E niti. Ata e hangrën derën e njërit dekëm, i cili kishte bani gjuna e murë dënimin të Allahu pastruhe. Dhe pastaj tu kalu rrugës e pa një gomar coft. Pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pejgamberi sa më donë të mi dhanë mësimet praktike që këshyre, prake mëkatin, prake gjunajnë, prake të keqen e gjunajnë. Qka ju tha? Tha hani pi këti gomarit coft, ju të dit. Ju të dit qka tha ati tradhtar, hani pi këti gomarit. Gomarit të ndërum gjëmat në shëriatin tonë nuk hatë. Edhe me prej, s'hajnë la gomar. Lo po, devën po, delën po, dhijën po, kret, ama gomari nuk hatë. Nuk hatë, është ndalum në shëriatin Allahu subhanahu wa ta'ala. Kafsha që hatë, kur ngordhe s'hatë. Pra nëse delja ngordhe nuk hatë. A nëse e pret, mënyrë shëriatike, hatë. E tash të gomari jam plëcu dy. Edhe s'hat në bazë, edhe ngërësirë coftin. Edhe ato reagun, tha nja Rasul Allah, coftinën gomar të hajnë na. Që me hongra coftinën? Kush përna thot? I dërgumi Zotit, tha hani, kula min hadhi, hani ju të ditë tha piksajna. Atër tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, po ju parzit hangret edhe ma keq. Ju parzit e mundu të dekmin. Ju parzit falet për të dekmin, i tha tradhtar. Gjuhë që anull mejnë, gjuhë ma e razë me onë qëftin. Qka tha Allahu Gjellë Gjellalu? E ju hibbu ahadukum e jekule lahme akhihi mejten fe kerihtumu o të takullah. Tha Allahu Gjellë Gjellalu, a ka dënjani pi juve qef? A mës do dënjani pi juve me hangër mishin e vlajt vet dekëm? Me hangër mishin e vlajt vet dvdekëm? Të ndërum gjëmat, me e pa ti një njeri tu hangër mish dekmi gjenaze. A i folti mu qatina, tu kanibalo dhe njeri hajke, legjëm qofte hajke, në gjenazin e hajke, trishton gjenazja, a kishka e ha gjenazja, a le baj trishtu ushëm. Mirë, qka tha Allahu subhanahu wa ta'ala? Fe kerih të mu, a ju ven gërdi,
A bezdisni? Shumë keq apo? Me pa njëri tonë në gjenaze. Thot Allahu ja takullah, tuti një Allah se gibetin i soja. Tuti një Allah se gibetin i soja. A njëri nuk o këtu pse po fol për ta? A njëri sot ta volim pse po fol për ta? Ha? Dietarët e muslimanëve të ndërum xhamat e kishin obligim me fol për njerëzi, prapë zbanim gibet. Imam Buhariu çiki i cili ka mbledh hadithet e pejgamberit alayhis salam, ki punë ka pas me fol për njerëzi, punë e kupton? Vazife e ka transmetuesi, ai filani, ai lani, arracak, ai drejt. Thot Imam Buhariu, pasha Zotin e madh, pasha Allahun xhelle xhelalu, kur një njeri se ka mbo gibet, kur asnjëherë se ka mbo gibet, kur se ka përmend dikant ças është aty. Provoje të ndërum xhamat. Jeta më e këndshme në botë, kur ti se përmend kërkan për njerëzve. Shumë vështira. Shariat kjo lehtë. Teoria është e lehtë. Andaj ka thënë sallallahu alaihi wasallam, mos folni për ta. Se ai, tha wallahi, pasha ata i cili ka shpirtin tëm dorën e vet. Zoti ja ka fal gjunahin dhe ai është duke shëtit në lumejt e xhenetit, ai i të bëj gibet për ta. Për këtë arsye pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam e zmalloi punën e gibetit shumë dhe e të regoj se kjo është një e keqe e cila i bandam shumë muslimanit në dunja para ahiretit.